Përshëndetje. Mirë se u gjetëm prap. Sklever të suksesit edhe të arritjeve edhe të pasionit për marketing. U rikthehemi prap tek një episod tjetër me ne, Els designerin dhe Gjergj copywriterin, art directorin, drejtorin e arteve të gjitha bashk. Gjergj, çfarë teme kena sot, mos unë kohë. Çfarë bëhet? Influencerat dhe influenca në influencimin e influencës së parave. Po, biznesit. Te kam me shumë qef këtë temë sot. Ti e ke me shumë qef sa? Se unë jam një wannabe influencer. Kupton? Dua të mësoj dhe unë pak nga këto gjëra. Tani ju në Amerikë keni dhe më scalable të gjën. Edhe më tash normal ju e keni shpikur, po them sistemi si funksionon, sistemi si funksionon të paktën është i matshëm edhe është një sistem. Themi i matshëm në metrikat e performancës, si performojnë të fushatat e marketingut bazuar me influencerin e përzgjedhur nga brendi. Edhe ka dhe një match mes influencerit, backgroundit të influencerit, çfarë bën ai në përditshmërinë e tij dhe çfarë shfaq ai në publik në përditshmërinë e tij dhe me shërbimin që ofron ose produktet që ofron brendi. Kështu që si thua, do ta fillosh ti me çfarë është edhe pastaj të hedh bajtun mbi mënyra se si neve e bëjmë apo ti futemi direkt kokës. Unë kur përmend Amerikën ti mendova më shumë tek barierat e hyrjes, që do thotë dikush që ka anglishtën gjuhën e vet e ka më thjesht dali përballë kamerës sepse i bën më shumë scale, pikërisht për shkak se unë të flasin anglisht, te ka gjuhën e vet të rjetshme, siç u flasim ne në shqip, edhe gjithë bota thjesht dëgjon me një magji, më thënë mënyrë magjepse sa bukur flasin e sa bukur i shpjegojnë gjërat kur vjen puna tek pjesa e të paktën për sa i përket educational influencer, pra ata që edukojnë njerëzit. Kurse ne të tjerët nuk e di a ke ndjekur ndonjëherë kanale që janë me non-native speaker, e shef që nganjëherë kanë geci në anglisht, nganjëherë kanë këtej, po për sa kohë ka vlerë tek ajo përmbajtje vlen, por e dallon që ka një lloj sikleti, domethënë duan që të fusin, të paketojnë shumë gjëra në një kohë të shkurtër, po siç mund ta bëj dikush që është lindur e rritur në Angli e në Amerikë, nuk e bëjnë dot tjerët. Unë thashë do shkojnë këtë drejtim ti, po ti vajte tek puna e metrikës, tek mati, po ato. Ajo në fakt ajo është, a nuk është ajo, po flasim për marketing, shifrat janë ato që kanë rëndësi se çfarë. Pastaj performanca është diçka që vjen me kalim në kohës, domethënë që të gjithë kanë filluar disi, kanë punuar me veten, kanë punësuar dikë ose kanë marrë një trajner në lidhje me public speaking ose me aktrimin, se ka një formë aktrimi fund ditës. Ata veshin një persona që e bëjnë. Nuk besoj se është një deal breaker, domethënë fakti që ata kanë gecje në anglishtën e tyre, kategoria jo që nuk e kanë anglishtën gjuhën e nënës. Por ndoshta i jep është pjesë e identitetit të tyre, është pjesë e brandit të tyre, është pjesë e veçantisë të tyre. Duan që thonë se po të flisin gjithë anglisht të kulluar, pastaj binde. Prapë, jo se kam mendje njëri që thotë që janë gjithë njësoj, po në qoftë se ke edhe këto të metat e vogla që të dallojnë nga pjesa tjetër e zhurmës, po atë është gjë e mirë. Çfarë lloj gjë diferencuese është veçuese, është gjë e mirë. Për imazhin tonë influencer. Unë kam më shumë në aspektin që duke qenë se flet në anglishtën e ke gjuhën tënde, futesh direkt në një treg global, ke më shumë mundësi për awareness, për shikueshmëri për përmbajtjen tënde, dhe në fund pasaj mund të segmentohesh më mirë, sepse ke dhe më thjesht të kapësh një niche of a niche bjellafi, edhe në fund pasaj njëta gjë edhe me biznesin, i cili do dikë specifik për target audiencën e vet, dhe kështu bëhet match direkte sepse jenë një treg aq të bollshëm. Krahasuar me nëse do të bësh influencer me një treg të vogël, 3 milion banorë, siç mund të jenë në Shqipëri për shembull. Por çështja është
çfarë është influenceri në atë funnelin ton të famshëm, hynorin funnelin ton të marketerëve, atë që i falemi për ditë në atë gypin ton, që ku bie influenceri, ku bie te ky, top, middle apo bottom. E filloj me këtë një herë. Ku bie, dhe për ata që se di, gypi është duke filluar nga ata që marrin vesh për ne, si i shtohet besimi për ne, si marrin më shumë vesh për ne, lead nurture, dhe pastaj shkojnë ku e mbyll shitjen. Po e bëj një shpjegim shumë shpejt për shikuesit, për ata që nuk e din çfarë është funneli, dhe le të përcaktojmë ku qëndron influenceri në këtë funnel. Në varësi të, besoj se është gjithçka, nuk është e parë me thik. Besoj se është në varësi të nevojës që ka brendi. Për shkak që është një brand i ri që sapo prezantohet e njerëzit se kanë ide fare. Na falni se shtuam. 5:05. A do të thonë nëse është një brand që sapo ka prezantuar produktet ose shërbimet e vet, e veta, mund të përdor një influencer që është me shumë ka shumë ndjekës, ka një numër të madh ndjekësish, të cilët prap duhet të jenë në industrinë e këtij brendi. Pra, mos ndodh ka një lloj logjike në përzgjedhjen, edhe ka një lloj sistemi në përzgjedhjen e kush influencer do e bëj këtë reklamë, këtë prezantim, sepse nuk është thjesht çështje numrash. Që okay, ka ky 1.7 milion ndjekës edhe okay, mund ta paguajmë në këtë dhe do na bëj punë. Nuk mund të jesh për shembull të jesh okay, se s'do t'ja pas shembull banal, domethënë, po tjetë influencer tjetë nga bota e sportit edhe ti shet karrige gaming për e-gaming, domethënë ato për karrige kompjuteri, nuk është ai, nuk besoj se është ai target. Mund të jetë, po domethënë gjasat që aty të bësh shitje nëpërmjet reklamës këtij janë numra komplet të pa pra në një farë mënyrë është njësoj si kur të vësh demografikën tënde kur bën një paid ads me Meta Business Suite, pra Facebookun dhe Instagramin, dhe ta lesh atë ta kesh sa më shumë awareness pavarësisht atyre specifikave. Ndërkohë që ti do që lekët tua të sjellin sa më shumë nga ata njerëz që kanë më shumë shanse për përqindje të lartë konvertimi. Prandaj do një influencer që të jetë specifik për ata lloj njerëzish që ti targeton gjithashtu. Sepse e di që një pagesë aty të kthejnë më shumë, pavarësisht se mund të jenë më pak si numër, por është përqindje më e lartë konvertimi. Pra, këto janë gjëra që ne i kërkojmë në të gjitha kanalet e shitjes, dhe të njëjtën gjë duam edhe tek influenceri. Por, a kemi influencer që mendojnë në atë mënyrë? Dhe çfarë çalon këtu? Pse nuk ka influencer që mendojnë në atë mënyrë? Zakonisht influenceri është njëri që tani nuk mund të them njëri që s'di asgjë, po që nuk është aq i thelluar në aspektin marketingut. Domethënë ai pret ai ose ajo, ata presin mbasi kanë marrë këtë momentumin e famës edhe kanë filluar që kanë ndjekës edhe kanë engagement postimet e tyre. Janë brandet që ju ofrojnë vetë, rrallë herë shkojnë influencerat ke brandet, sepse është një punë shumë e madhe që ti të bësh outreach, ti të bësh të kontaktosh një nga një, domethënë gjithë që jam interesuar për partnerships, ose mund të lënë një koment aty, ose e thonë në videot e tyre, ose ka qenë kjo tipika DM for collabs dhe gjërat e natyre, edhe janë brandet ato që kërkojnë influencer. Janë brandet ato sepse ato në radhë parë kërkojnë demographics që është në natyrë e tyre, që ose është dikush një influencer lifestyle, atëherë ai do të tërheqë vetvetiu brande fashion, do të thonë veshje, këto kozmetik, gjëra të tjera të kësaj natyre, domethënë self care, si kjo kujdesi për veten. Dhe është brendi ai që ka një buxhet caktuar dhe thot, okay, një influencer me 20.000 ndjekës zakonisht kërkon kaq para për të bërë një postim, për të bërë një story, për të bërë një fushat një javore, për ta bërë, për të qenë gjithkohës endorsed i
si i themi, i firmosur, i kapur me brandin. I sponsorizuar. Po, i sponsorizuar. Edhe ai duke ditur domethënë se sa është tarifa e influencerëve të caktuar me një numër të caktuar ndjekësish, shkon dhe drejtohet tek influenceri, domethënë vetvetiu, sepse dihet. Por ama nga ana tjetër edhe ky buxhet ka një logjik të caktuar që duhet të gjenerojë të ardhura që parashikohen që përpara. Pra është ai 2% që i famshëm që nëse e shohin 100 veta për shembull, fund fare 2 veta do e blejnë. Dhe sa është kjo vlera e 100 që është shumëzuar për gjithë numrin e mira ndjekësve dhe nga këta mira ndjekës sa do kthehen në shitje. Sa për tyre do blejnë produktin, do blejnë shërbimin. Por kjo është e matshme edhe sepse nuk besoj se në Shqipëri përdoret, shpresoj të jetë përdorur diku, po është kjo tipikja për shembull që përdor ta zëm kodin ELSI 20% ulje dhe dihet që trafiku në faqen tënde ka ardhur ose blerjet me këtë kod kanë ardhur nga ty. Ata dinë masën se çfarë bëjnë herën tjetër, dinë shohin çfarë buxheti t'japin, dinë të vlerësojnë ty vërtet që sa vlen tin kosto financiare, kosto monetare për branding. Nuk është puna që okay, keti 100.000 followers, unë po them ty eci bëj çika reklam kësaj maskës së fytyrës edhe ti pastaj nuk banë se le përgjegjësie se çfarë shitje shka ose çfarë kështu, sepse fund ditës ti erdhe tek unë, domethënë ti kishe. Pa të shikosh edhe ofertat janë me përpjekje, domethënë po. Të reklamoj kaq minutash, kaq orë, kaq kam me këtë ti çfarë bëhet. Domethënë në ke parasysh në ofertat që mund t'japin edhe ne si freelancer ka 3 stade. Këto mund t'i diskutojmë edhe tek epizodi freelancerëve, po domethënë është ajo pjesa ofertës që përpjekjet e mia është një lloj oferte me sa më pak risk, pastaj shtohet risku kur unë e vëj këto jo rezultat, por output, pra ajo puna e dal nga përpjekjet e mia dhe pastaj është rezultati që është ajo që unë mbaj riskun përsipër. Pra oferta ime është tek rezultati dhe jo tek ajo shërbimi në fund ose produkti dhe as tek kostot e mia pjellafi. Ajo me thjeshta është koha që kam marrxuar unë duke bërë videon për ty me kaq minuta, kaq orë do paguash kaq. Këtu e kisha llafin. Dhe ti e dallon sepse influenceri që nuk e ka shumë iden e marketingut edhe se si të promovoj veten e vet tek biznesi, e ka gjithmonë të ankoruar tek kaq minuta për një reels ose një reels 60 sekondash ose një diçka që nuk ka asnjë lloj planifikimi paraprak çfarë do bëhet aty, a do ketë një sekuencë të gjërave, sepse po ti isha influencer për shembull, unë gjithmonë do mundohesha për diçka që të ishte e përsëritur, se ç'më duhet mua të punoj një herë dhe pastaj ti them hajde mirupafshim. Nuk ka asnjë vlerë në atë gjë. Kupton çfarë po them? Do ishte diçka që unë do përpiloja me tip serish, sekuencash, gjëra që ka një etap të parë, etap të dytë, etap të tretë, si ta mbaj, kupton që të mbi her pas here. E vërtet. Po mirë, ajo krijon nevojën e një ekipi më të çik më të madh, sepse që të mbështesësh influencerin pastaj me ide se si do jetë skripti i videos, çfarë do përmbajë videot, çfarë skenari do ketë video, pastaj ka një lloj angazhimi më të madh, financiar edhe njerëzor. Kështu që ato kostot lëvizin, nuk besoj se mund të bëhet kjo për domethënë ideja është që brandet shpresojnë me anë të influencerit të shmangin pikërisht kostot si puna e këtyre që kanë ekzistuar deri më sot. Pra kostot e angazhimit të palëve të treta që janë vërtet voluminoze dhe janë voluminoze jo vetëm në volum pune, po voluminoze edhe në kohë, voluminoze edhe në pagesa, sidomos në pagesa. Sepse pastaj duhet marr ndoshta një agjenci ose një grup tjetër njerëzish që t'i thonë duhet ky është skripti, ky është
këto janë gjërat për të veshur, këto janë ky është qëndrimi, ky është setupi, ky është vendi. Ndërkohë që ai ja jep influencerit dhe i thotë që kemi interes të punojmë me ty, a keti në një ide. Dhe në këtë mes influenceri nxjerr anën e tij, anën e saj, anën e tyre kreative, duke thënë që dëgjoj kam një ide, mund ta bëjmë kështu, mund të bëjmë një seri videosh kështu, mund të bëjmë një kështu. Edhe kurse në këtë koston e frikshme të ekspertit, suportit, po, të ideve, idetë janë ato që kushtojnë, se do të pastaj realizimi, okay, ka kostot e veta produksioni, po kur bëhet fjala për influencer, kostot e tij të produksionit janë zero. Përveç kohës. Kurse, domethënë në raste të tjera, varet edhe nga çfarë lloji brendi është, sepse nëse ai vërtet Se mund të jesh mirë servis që paguan miliona vetëm për një 30 minutësh. Po normal, po video në YouTube. Ka të garantuar ato, domethënë edhe ka të garantuar shikueshmërinë, ka të garantuar mbi të gjitha cilësinë e videos. Sepse mund të jesh një influencer që ke bërë video, do të thonë okay, ti me të tëndën ke bërë diçka, po ajo nuk funksionon. Dhe ti do të dish shumë mirë se çfarë do i ofrosh publikut tënd, jo brandit, sepse gjithë çështja është që ti publikut tënd çfarë do i ofrosh në kuptimin e argëtimit. Në fund të ditës çelësi gjithçka është argëtimi. Pra, nëse ai shikon videon, qoftë edhe kur video ti ke postuar një video qoftë edhe video produkti, robi do ta shohë me qef, se pastaj çupa. Nëse në momentin që ai e di që është reklam, nuk ka për të blerë gjë. Ai duhet ta di që është një reklam, por nuk duhet ta ndjej si reklam. Po, pikërisht. Sepse pastaj ato janë to best case, to know-how të mira, best case-it janë që mos ketë shitje, po është dhe mënyra integrimit. Pra, ne po flasim për awareness tek audienca e tyre për këtë brand që bashkëpunon me influencerin, por në njëjtën kohë ai influencer që është i zoti i jep edhe ide dhe bën edhe prodhimin e kësaj bashkëpunimi që duhet të jetë një reklam, por mos ndihet si reklam. Për shembull, ka podcaste që unë ndjek, ai që më vjen më shumë në mendje që i bën këto gjëra shumë mirë është Andrew Huberman, i Huberman Labs. Dhe ai i integron këto bashkëpunime me brende përgjatë bisedës. Siç vijon biseda, thotë edhe për ka një lloj pije ai që s'mat më tani, që thotë se e përdor vetë, e thotë që e reklamon këtë pije, por sepse e ka përdorur dhe i ka pëlqyer. Pra, bën sens për audiencën e vet, sepse ai flet shumë edhe për mirëqenien, edhe për shëndetin, dhe nëse ka këto lloj markash, janë sepse këto marka dinë që ky njihet dhe për atë. E njëjta gjë është me The Rockun, me brandin e tequilës. Po, bën sens sepse njerëzit e dinë që këtij pëlqen tequila dhe një markë tequilës ka bërë bashkëpunim me The Rockun për tequilën e vet. Pra ca gjëra mund të mos jenë fiks në sportin që ai është bërë i njohur, po ndërkohë njerëzit e dinë që ky e ka këtë lloj hobi, interesi, pasioni. Dhe markat hypin si për këtij vagoni edhe reklamojnë me këta persona që janë të fafshëm për diçka tjetër, por ndërkohë njerëzit e dinë që kanë edhe këtë interes tjetër. Joe Rogan me artet marciale, megjithëse ai është komedian, ashtu ka për famën. Do thënë, markat pra ka një treg, ti e the mirë. Në Amerikë është një treg që i bashkon mirë këta influencer me markat. Ka dhe tregje që janë startup e software-i që kanë bërë këtë gjë në mënyrë automatike. Tipit, siç mund të jetë për shembull një agregat search si booking.com, është Later, janë disa nga këta që bëjnë për influencera. Që është ide e mirë dhe ka qenë 10-15 viteve të fundit, kanë qenë këto përpjekjet me software, që është gjë e mirë, sepse vëjnë rregull te një treg që është pak i çakorduar. Chelsea në fakt sepse nuk është të thënë që ti lidhur drejt për, domethënë kur marrim
The Rock me tekilën, që njerëzit e dinë që ai e pi tekilën edhe mund të promovojë një tekila. Tek rasti Joe Rogan, që shpresoj që këta dëgjuesit ta na njohin pjesë e tyre, kam parë disa bashkëpunime që ka bërë ai për shembull me këtë me një lloj VPN-i, nuk e di se çfarë. Nuk e mbaj më kush kompani ishte VPN. Tani pse një VPN do merr Joe Rogan? E para punës është çështja e internetit. Do thënë ai është një celebrity interneti, më së shumti, në podcasti i tij. Dhe e dyta, Joe Rogan në përgjithësi promovon një lloj lirie të qenuri, lirie të menduar, lirie të shprehuri me njerëzit që ai fton, me njerëzit që merr. Pra ai ka dhënë mundësi disa njerëzve të shprehen përpara miliona dëgjuesve dhe shikuesve. Më kupton? Edhe Joe Rogan është, si të thuash, ky portali, ky vendi i lirisë së shprehjes dhe i gjërave që nuk duhet të jenë në kontrollin e një autoriteti madhor. Më kupton? Edhe ky është një paralelizëm që është me VPN-in, që edhe VPN-i të ndihmon ty që ti të mos jesh në kontrollin e një autoriteti shtetëror që të kontrollon ty çfarë website-esh po viziton etj. Domethënë ka edhe kështu lloj paralelizmash të fshehtë. Jo të fshehtë, po domethënë që në subkonsciencën tënde kanë kuptim, domethënë zën vend. Dhe nga ana tjetër, influencerat, hiq këta që janë bërë aksidentalisht thjesht lifestyle dhe kanë pasur djegës pa bërë asgjë, në përgjithësi kanë një background shumë specifik, kanë një profesion, kanë një formim, kanë një rrugëtim të bazuar në një industri, dhe kjo ka një merit diku, kanë investuar jetën e tyre, sforcot, përpjekjet, mundi, kohën, vuajtjet, lotët, gjitha tjerës gjatë për të bërë dikushi. Ajo që vëre unë tek ky marketingu jon -3.0 në Shqipëri është që fatkeqësisht influencerat tek ne nuk janë njerëz që kanë një merit në vetvete. Do të thonë janë thjesht njerëz që janë shfaqur në televizor, qofshin edhe këngëtar, sidomos ka qenë koha, ose prezantues, ose Big Brotheri. Nuk e di. Dhe kjo nuk i bën ata në vetvete influencer, sepse ata nuk ndikojnë ndikojnë kulturalisht në vend, që ndikojnë për keq. Por çështja është që nuk mund të sillin, ideja e influencerit është të bëjë atë që duhet të bëjë marketingu, dhe marketingu në vetvete sjell ndryshimin e sjelljes tënde ndaj një fenomeni të caktuar. Dhe ky ndryshim sjelljeje të bën ty që të zgjedhësh një produkt ose një shërbim që më përpara ti nuk e ke pasur, nuk e ke zotëruar, si thua, nuk e ke bler, nuk e ke përdorur, dhe tani ti duke marrë këtë produktin, duke marrë këtë shërbimin, ndryshon sjelljen tënde dhe ti përmirësohesh. Ke një status më të lartë, ke një rehati më të madhe, ke një zgjidhje problem. Ndërkohë që në momentin që influenceri në Shqipëri nuk e ka një kapacitet për të ndryshuar sjelljen e njerëzve, e vetmja gjë që e bën atë influencer është numri i madh i djegësve, ose më saktë ai që e bën një bashkëpunues, se quhet mas influencer. Dhe kompanitë shqiptare shkojnë me idenë që okay, ky ka 100.000 veta, ka 200.000 veta, ka 1 milion veta, dhe ti themi këtij ta bëjë reklam. Kjo është ideja. Pastaj, se sa përputhet ky influenceri me atë që shet, se sa njerëzit që ndjekin këtë influencerin janë në gjendje të kuptojnë që kjo gjë që po shitet ju vlen apo jo, që sa tjetër, edhe s'kemi për ta marrë vesh kurrë për sa kohë që këtë influencer marketing do jetë në nivelet ti jep 1.000 euro, unë bëj story, edhe pastaj
çfarë dali. Ndoshta i rashi çik gjatë, shpresoj mos ishte Jo, aq. kjo është që, jo, unë jam interesuar, sidomos tek pjesa ku e ndan ti ndërmjet, sepse përmende kanë rënë nga rastësia influencer. Ku e ndan ti ndërmjet krijuesit përmbajtjes, që është content creator i famshëm, etiketa globale për dikë që ka audiencë edhe që hedh përmbajtje, dhe një influenceri. Pra sepse ma merr mendja mua shumë njerëz janë krijues përmbajtje, po nuk janë influencera në sensin ose nuk kanë një plan monetizimi, ose nuk kuptojnë se kush është audienca e tyre dhe thjesht i bien një herë me një lloj përmbajtje, pastaj me një tjetër, pastaj s'din çfarë duan të bëjnë, sepse më duket se kjo është edhe diçka e re tipit Gen Z që po e provon këtë gjë, thjesht dali përballë kamerave apo fotove dhe dali ku dali pastaj, ja nuk e di. Si më ta shpjegon ti? Tani flasim për influencer në kuptimin e internetik të fjalës, apo influencer në kuptimin e një personi që do promovoj shërbime apo produkte. Sepse një influencer në internet nuk është të thënë që të ketë një qëllim vetvete monetizimit, do të thonë thjesht ka arritur të ketë ndjekës. Kjo është ajo premisa e parë, do të thonë konteksti i përgjithshëm është që ai duhet të ketë ndjekës, një numër të konsideruar ndjekësish. Do me thënë, mendoj që ai 1000 ndjekësit e parë për të quajtur mikro-influencer, do të thonë njerëz të ndjekin ty për një arsye të caktuar, ti jep një lloj vlere, ti ndan me ta mendime ose ju jep informacion që atyre ju shërben, ose ti je argëtues në forma të ndryshme, thjesht mund të tregosh barcalet ose bën qyfyr ose bën video për të qeshur, gjëra të kësaj natyre. Pra ai argëton ata. Ky është hapi i parë. Pastaj, në momentin që ai përpiqet ta monetizoj aktivitetin e tij, jo aktivitetin si biznes, them aktivitetin e tij veprimtarin, gjërat që bën, ose është një brand që i drejtohet vetvetiu, ose është ky që mund të shoh influencerat të tjerë të ngjashëm në nishin e vet dhe thotë që okay, filani ka punuar me kështu, ndoshta mund të gjej dhe unë një brand për ja fuskot kozmetike. Edhe fillon edhe bën ky, ju drejtohet ky brand dhe thotë që shiko se kam këtë numër ndjekësish, kam këtë engagement, kam këto, mund të siguroj ndoshta kaq shitje. Domethënë, sepse mundësit pasaj për të lexuar edhe për të bërë gjën më të mirë me mundësinë që ti ke, sot janë shumë të mëdha. Nuk ka nevojë që të rri gjithmonë në errësira që si doja bëj tani që ti monetizoj këta ndjekësit e mi. Nga ana tjetër, problemi më i madh që ndron ke sa do i alienizoj, si themin, sa do t'i hapis godas dhe sa do t'i largoj bashkëpunimi jot me një brand që nuk është në nishën tënde. Kjo është frika më e madhe që ata kanë kur bën një hap në këtë drejtim tek monetizimi. Po zakonisht nuk dalin nga vetja, se nuk është e natyrshme. Do të thënë ai kur kërkon për një brand që ose që e ka provuar vet, ose që është në interesin e vet si person. Për shembull, nëse është një person që kujdeset për lifestyle, kujdeset për stilin e jetesës, kujdeset për shëndetin, atëherë brandet e tij kanë për të qenë ose suplementet ose këto gjëra që e bëjnë edhe për të çmërinë më të thjeshtë. Edhe kështu që edhe bashkëpunimi i tij duhet e njëjtës, kurse ku nuk ndodh tek ne që nëse dikush është këngëtar të zëm, ajo gama e produkteve që mund të shes nisur nga fakti që ai ose ajo është këngëtar ose këngëtare është komplet nul, është komplet e zbrazët, se çfarë do nuk maksimumi mund të shesin një gjë për grykën. Mund ato karamele për kollën. Është një edhe shumica e influencerave tek ne janë kjo kategori, që nuk kanë asnjë lloj
profesioni nuk po them profesioni të mirëfillt, por nuk kanë asnjë lloj shërbimi ose produkti të prekshëm me jetën e përditshme. Do të thonë janë shumë të shkëputur nga përditshmëria e njerëzve. Vetëm që ai del dhe thotë që dëgjoj, un jam filani dhe përdor në filan produkt ose filan shërbim, edhe njerëzit që duan të rriten në status mund të blejnë këtë shërbimin që ka ky personi për të ndjerë edhe këta VIP, për të ndjerë edhe këta influencer, për të ndjerë edhe këta që bleva këtë se e kishte marrë filan. E pastaj kjo është më vijon, pastaj ke zhgënjimet, ke dëmtimi i brandit personal të influencerit nëse ai shërbim nuk është i denjë, gjëra të kësaj natyre, do mungesa e matjes sa shitje ka bërë. Okej, ajo është një pjesë, por është çështja sa ky personi ose vajza në fjalë ka një famë, personja ka një famë me audiencën e vet, por a është ajo famë që e tregon atë të besueshme për një kolab që po bën me një brand? Pra, e pëlqej filanen për zërin e saj, por a do e besoja për qose shiste një çmxhakiza në një gjë tjetër, me thënë gjykimin e vet në atë gjë? Jo, sepse nuk është bërë e famshme për shkak të gjykimit vet, është bërë e famshme për gjëra tjera. Dhe mund të ketë atë famë, mund ta duam shumë për atë që bën, por nuk do thotë se gjykimi vet në gjëra të ndryshme ku ajo natyrisht që nuk ka ndonjë autoritet apo ekspertizë, nuk na bën ne që ta marrim atë gjë thjesht sepse filania e përdor e blen. Kjo është e gjitha, domethënë, ke awareness, por a ke depthin, a ke thellësinë e marrëdhënies në atë gjë. Domethënë, këtu është e gjithë gjëja. Besoj njerëzit që ke gjykim të mirë në ato gjëra, se po besuan që ke gjykim të mirë në ato gjëra, munduar shumë, kanë shumë xhan, po ndryshon gjë. Unë them që tani me këto skandalet e korrupsionit ku janë përfshirë edhe shumë nga këto VIP-at shqiptar, mendoj që i vetmi shërbim që mund të promovojnë tani VIP-at janë zyrat e avokatisë. Do të thonë që ky është avokati që përdora unë për të hedhur bythës, domethënë. Ose për vilat që kam bler, kë ke marr të gjejnë vilën. Ja marr po. Atë mund ta besoj, por gjë tjetër për shkak. Ose për shkak të çështja është edhe te kjo, pra që the ti si matet, sepse nëse nuk ka një lloj mënyre atribuimi bashkangjitje të rezultateve me filan person, sepse siç thua ti është e thjesht. Kur dikush bën kolab, thot, merrni këtë kodin tim dhe keni 15% ulje për të parë, për të bashkangjitur ndikimin e filan influenceri tek shitja, domethënë direkte tek shitja. Por nuk ka, edhe unë nuk kam dëgjuar. Kështu që pyes, mund të jetë kjo thjesht nga oferta që bën një reels kaq 1000 euro dhe pastaj hajt mirë pafshim, nuk ka lloj matje, se si do e din, se mua si biznes, se ai influencer i biznesësh, si biznes më intereson që ta kem klientin vi prap, dhe që të vi klienti prap, duhet të jetë i kënaqur me vlerën që po jap, dhe duhet masi vlerën që po blen, se ashtu e rrisë edhe çmimin, e bëj 3000, pse mos ta bëj 3000, pse mos ta bëj 4000 kur i sill 6000. Kupton çfarë? Ndoshta. Ka një më besoj që duhet të jetë shumë e dukshme, sepse zakonisht shitjet nuk kanë kështu fluctuations, si themi, nuk kanë ulje ngritje sezonale. Do ka një kanë, çdo biznes ka ato të vetën. Po ndihet në momentin që një biznes duke mos pasur një strategji marketingu, duke mos pasur një lloj prurje në përgjithësi, bizneset çfarë bëjnë? Fillojnë edhe mendojnë që si ta bëjmë tani një reklam, neve si ta bëjmë që të shtojmë shitjet, hajde marrin filanin, paguajnë kaq lek, edhe që të rriten shitjet. Do të thonë edhe është kështu një one go, edhe ndihet që në periudhën që këta duke bërë reklamën me këtë influencerin, ju rritet edhe numri i ndjekësve, ju rritet edhe numri i shikuesmërisë në profile, ju rritet vetvetiu edhe numri i shitjes. Dhe ata e dinë që çfarë numri i shitjes t'i adresojnë gjatë kësaj periudhe
E marrin me mend pak a shumë. E marrin me kohort, me E periudhë. marrin me hardcore, domethënë që të javë janë shitur kaq kështu sepse kemi bërë reklamën tek në cilan vend. Sepse po të ishte një marketing, ishte gjithë vitin i njëjtit nivel, nuk ka një nivel që të mbaj influencë gjithkohës, i njëjti marketing i menduar në aspektin e efikasitetit, atëherë do ishte shumë vështirë ta masi se nga çfarë kanali kanë ardhur shitjet, nëse ti duke punuar edhe me influencë, nëse duke punuar edhe me kështu direct mail, me email, nëse duke punuar me njerëz që janë në terren që bëjnë shitjet kështu derë më derë, nëse duke punuar me telefonata, atëherë me telefonata ti e di se çfarë ke shitur. Në fjalën që bëhet pastaj shumë e vështirë ta bësh matin. Kurse në momentin që ti ke vetëm një kanal komunikimi, ja kemi dhënë këtij tash marketingu për këtë muaj, do e bëj ky influencer kemi dhënë. Kaq dihet që këtë muaj do kemi shitjet, gjithë që kemi pasur janë nga. Edhe kjo është pastaj kjo është pjesë e panoramës marketingut qorrazi që ne vdesim për përgjithësi, po mendoj që nuk ka pasur nevojë, se po të kishte qenë nevojë do e kishim bërë. Edhe pse tani që të hapësh website që ta të blejnë online për të përdorur këtë kodin, nuk është, domethënë, pagesa të bëhen në dorë, vjen porosia, është tipi. E di ai motoristi që kush është. Sa lekë që qarkullon për këto motorista për ide. Prandaj i shef kështu në për rrugica të vogla, kështu mos t'i kapi, mos kenë gjithmonë njëti në rrugë. Mos t'i ndjekin. Neve kemi një kështu opsion të gdhendur në të skalitur në atë ADN-n ton për tu ankuar, sepse të flas pak për Tiranën, sepse sasia e mahnitshme e parave që qarkullon në Tiranë është e jashtëzakonshme dhe mund ta masësh me ti thu për lek në thatë, keshi. Mos, po, patjetër kesh, likuiditet me pikë pyetje, domethënë që ne në emigrim na merr malli, sa herë që shohim çik kesh, kështu e maj merrte. Kote bukura. Dhe domethënë këtë mund ta shohësh unë më përpara e masja me domethënë arrija të kuptoja se çfarë kapacitetesh financiare kishte në Tiranë, duke parë numrin e konadeve që hapeshin, si supermarket shumë i shtrenjtë, do komplet jashtë logjike, me çmime jashtë logjike. Domethënë nëse një supermarket i shtrenjtë vazhdon e hap pika pafund, tregon që kërkesa për këtë lloj shërbimi është i lartë. Po mos është i njëjti person që merr më shumë. Jo, pa i ndeku mos hapet, sepse thënë që ka kaluar tër popullin. Se më e bukur është që Konadi punon ka punuar edhe me franchise, domethënë që nuk kanë qenë as dyqanet e veta, pikat e veta, kanë qenë dikush që ka bler franchise-in ka hapur Konad. Dhe unë masja me Konadin një dhe me dyqanet e luleve, sepse dyqanet e luleve janë shtuar shumë. Nuk e ke iden domethënë se sa. Ndoshta tani dëgjuesit do e shpresoj ta kuptojnë edhe ta vlerësojnë si një lloj matjeje, ta vënë në kandar kur i themi ne, që të kuptojnë që çfarë lloj buxhetesh qarkullojnë. Jo, ropt, s'po e kuptojnë si kalum nga influencerit e dyqanet e lule. Okej. Ta ka fjalë si buxhet, si potencial financiar që ka. Po. Dhe tani që qarkullon më shumë lekë tjerë. Dhe tani e shoh dhe me numrin e motoristëve. Numri i motoristëve janë nuk është praktikisht në Kinë, domethënë atë që në Kinë lëvizin në motor për arsye për kolajllikun e miliona njerëz për kolajllik. Po mund të jetë edhe ndërgjegjësim që kohën e ke të vlefshme, edhe më mirë paguajnë për kohën. Jo, është motorist që shpërndan, edhe duket kur është motorist që shpërndan, edhe duket ai që ka bler një skuter. Kohën ai që bën porosin. Pra, unë si Els nuk kam aq shumë kohë dhe ndim e vlerë kohën time dhe më mirë paguajt ma sjellin se sa të shkoj ta marr. Normal. Po është dhe kënaqësim vetë ajo kur të vjen aty përveç kohës edhe këto gjëra të tjera. Nëse se po ndoshta po devijuam pak dhe këto buxhete të matshme, buxhete të pa ditura, nga që vjen nga burimi të pa ditura. Janë edhe këto
Dhe këto janë pjesë edhe e shpenzimit për influencer marketing, sepse ai kur ka një biznes që pastron para, nuk do t'ja di që sa lek do paguaj ke influencer, e thjesht do të bëj reklamë. Okay? Edhe ai nuk Atë e faturon. pastrimin e parash me heq kështu nga logjika mua. Po është Më një pjesë, vendos. nuk është përkundrazi, shiko, përkundrazi. Se nuk e ka hallin ai që pastron para ato. Unë atit asnjëherë se di si do të çoj para. Unë nuk kam çfarë të bëj atij personi që e pastron. Jo, po biznesin gjithsesi e marrin seriozisht deri diku. Domethënë edhe pse se s'është leku i me djels. Po, jo, biznesin e marrin seriozisht sepse pastaj është çështje egoje. Domethënë edhe sikur të mos jetë jetike ideja ose mos jetë jetik fakti që sa shitje bën ti, sepse ti e ket siguruar atë pjesë që sa pruri do ketë, sepse ti pruri të deklaron sa duash, se pra të punë ke hap biznesin. Çështja është që ka i fare egoje në statusin e biznesit. Pra ti nuk mund të hapësh një biznes edhe ta kesh mundësinë për ta bërë të biznesin, kështu që ti tregosh të tjerë për çfarë biznesi kam unë dhe ta lësh atë kështu low profile. Domethënë ta do bëjnë bombastike edhe edhe këtë biznesin që s'ka nevojë për të qenë bombastik. Edhe ai mund paguaj një influencer sa dush ti, e kupton? Se ka problem fare, sepse për më tepër, këto lloj pagesash edhe këto lloj bashkëpunimesh jam i bindur që në 99% të rasteve nuk janë as të deklaruara, sepse ai nuk është një influencer që të tarifon ty që të faturon ty. Ti nuk merr një faturë për të deklarosh këtë shpenzimi që okay, i dhash 1.000 euro për të bërë një reklam ke podcasti vet. Të janë muhabete tavolline, do të thotë që ai të jep ty paratë edhe në këtë aspekt, në momentin që ai mund të paguaj me shumat pa deklaruara, nuk e ka problem sa paguan. Paguajnë edhe 5, paguajnë edhe 10, nuk e di sa mund të jenë shifrat, se tash nuk di më çat nuk di më ku ta vësh kufirin që atë e logjikës se çdo influencer ofertën e vën në bazë të edhe historikut sa ka marrë përpara, se thotë unë pa kaq nuk punoj. Domethënë dallohet kur hidhet leku sheshit, si thua ti, tek ofertat e influencerëve. Dhe unë faktikisht në LinkedIn kam parë shumë postime në këto 3-4 vjet që ankohen për çmimet e influencerëve dhe më thënë i krahasojnë për herë me cost per impression të Facebookut për shembull. Pse e kupton se krahasojnë influencerin që nuk ka ndonjë lloj autoriteti gjithsesi, thjesht ka shikueshmëri edhe bëjnë si me qenë i promotion. Me thënë e kanë tek ajo pjesë. Edhe i krahasojnë këto, dhe zakonisht unë kam parë shumë që janë ankuar për çmimet e influencerëve në Shqipëri, si kanë vajtur jashtë logjikës. Po sepse s'ka as matje, sa i po të kishte matje, po. Jo vetëm që ka kthim në investim. Jo vetëm që s'ka matje, por kategoria e njerëzve që i bëjnë këto jo vetëm që s'ka matje, po kategoria e njerëzve që bëjnë këto pagese të frikshme influencerësh nuk e kanë problem të paguajnë çdo lloj shumë që ai kërkon. Sepse ai nuk mund t'ia lejojë vetes që ti thot për shembull Elsit që sa lek do t'i dhe pastaj mos i paguaj, sepse i bie reputacioni. Thotë që s'kishte lek ky më dhon mua kaq për botën. Po është pjesë e lojës. Kështu që nuk e di këta jashtë shtetit se ankohen për influencerat që janë të shtrenjtë, sepse jeti që ke nevojë. Jo, këtu them në LinkedIn shqiptar, nuk po them për jashtë. Jashtë sa kohë në LinkedIn shqiptar ankohen për kostot e influencerave. Pse, do të thënë kanë dashur të marrin edhe në ato kosovar, dhe krahasimi ka qenë me sa harxoj unë për impression. Pra diferenca ndërmjet tregut të tanishëm për impression në një platformë siç mund të jetë Facebooku, CPM-i, se sa harxon ti në paid ads për sy që të shohin në atë demografik, pra e zënë që atë demografik ka, dhe influencerin e marrin si dikush që nuk ka atë thellësi në relacion, pra është njësoj si një platformë, dhe thjesht i nxjerr këtë reklamën e këtyre shikuesve, kupton? Edhe thonë ndërmjet këtyre është një diferencë shumë e madhe. Kjo ishte një nga ato ankesat. Kjo faktikisht është nga një agjenci marketingu në Kosovë. Po e kam dëgjuar këtë pjesë të ankesës edhe në postime tjera për çmimin e influencerëve në Shqipëri. Po mirë, momentin që ti e shikon që kjo ka një kosto që ti nuk e nxjerr, atëherë mos e përdor. Ku qëndron problemi? Problemi nuk qëndron te kosto. Problemi qëndron që te shortcuti. Pra që këta duan të bien shkurt,
që të marrë një influencer që të bëjë gjithë punën e agjencisë. Do të thënë, dhe prandaj ankohen. Çfarë dua të them me këtë? Do të thënë, unë dua të marr një influencer që influenceri bën gjithë punën, Që prodhimi thua ti, apo edhe tek shpërndarja e kanaleve? Patjetër. Prodhimi është nerva, prishësh nervat. Do të thënë, influenceri do prodhoj videon, do ta xhiroj, do ta montoj, do ta publikoj, okay? Tekstin. Dhe ti do me marrë lekët vetëm si ndërmjetës mes influencerit edhe brandit. Do të thënë që dhe çështja qëndron që nëse influenceri do bashkëpunonte drejt për drejt me brandin, kosto e influencerit do ishte shumë e ulët, sepse nuk ka një jetës. Kjo është për pjesën e vlerës së ndërmjetësit, që është agjencia e marketingut. Po. Nëse ky që ankohet për vlerën e influencerit është një agjenci marketingu, problemi qëndron ke agjencia e marketingut që do të marrë pjesën e vet në këtë mes, e cila nuk justifikohet. Do në ky është halli. Jo se influenceri nuk e sill ka këtë. Pra, nëse influenceri ta zëm kërkon ja fuskot 2.000 euro për të gjeneruar 5.000 euro shitje, në qoftë se influenceri do e bënte drejt për drejt me biznesin, atëherë biznesi do ishte i kënaqur sepse do kishte 5.000 euro blerje dhe llogaritmë ka 50% që i fitimit që do të kenë ata ajo distribution cost ke gjithë të fokusuar në një kanal dhe ke mbaruar punë. Çështja është që mbi këto 2.000 euroshin e influencerit, agjencia përpiqet të vërë kostot e veta të menaxhimit të procesit, pra futet midis dhe ngre koston. Edhe kjo kosto ja atribuohet pastaj gjithë fushatës dhe ngre koston për klik, koston për impression, koston për çfarë lloj gjëje. Nga ana tjetër, do të shikojmë gjithmonë që kur ankohesh për diçka që nuk e ke etike, pse ankohesh? Do të thonë ti ke mënyra të tjera për ta zgjidhur këtë. Çfarë do të thonë kjo që e ka koston shumë të lartë kjo gjëja. E ka koston shumë të lartë sepse ka diçka aty, nuk është kot. Edhe pse neve në jashtë Shqipëri kostot i frymë edhe është gjithmonë shembulli i paras që pastrohet. Domethënë, sa herë që ka disnivele të tilla që nuk ka logjik në treg në ca çmime, thuhet, duhet të jetë një para që pastrohet sepse duhet të ketë një lloj shume që nuk ka nevojë për kthim në investim. Pra duhet të ketë një pjesë e tregut që nuk ka nevojë për kthimin në investim. Sepse kjo e bën konkurrencën pandershme pastaj, domethënë tipit që ti je një biznes që hallin. Po, që ti je një biznes që mbështetesh nga buxhete pafund për të bërë reklamën tënde, edhe fund ditës biznesi që fiton dihet është biznesi që mund të harxoj më shumë lek për të fituar klientin, për të shfaqur para klientit, për të kryer shitjen. Ai që mund të harxoj më shumë para në marketing, pra ai mund të harxoj më shumë para në shitje, është ai që do fitojë në fund ditës. Dhe në qoftë se një biznes normal që po them që ta zëm faturon 100 milion lek në vit, e ka të ndarë buxhetin që nga ato 100 milion lek në vit ka 70 milion lek fitim, nga të cilat 30 deri në 40 do i harxoj në marketing. Ai 30 milion lek që do i harxoj në marketing do t'i ndaj në har kohor 12 mujor. Dhe çdo muaj ka buxhetin e vet që ai se ka përcent dot. Dhe është detyruar të lëvizë brenda këtyre normave. Ndërkohë që një biznes që nuk e ka rëndësi fare sa e ka xhiron vjetore sepse lekët vijnë nga burime të tjera dhe as të thotë gjë njeri, ai ja fut 30 milion një fushat për një muaj. Dhe mbosh të tjerë kontinuisht. Iku tregu pastaj. Iku do të bëhet tregu një kafshat me një hedhje lekësh, unë ta tregu, s'ka më pastaj. As total market, as bullshit, gjë është. Marrë më bëj. Ikin gjithë rregulla, s'ka më rregulla. Është normal. Dgjoj, e zëm se je një biznes dhe hajde çuna na bindet që të marrim një influencer për promovimin e biznesit. Çfarë ti sugjeroje ti në elementet që duhet të shohin tek një influencer? Pastaj flasim edhe për ofertën, se si ta bëni këtë integrim. U kam bërë këtë vitin e fundit, kam bërë shumë biseda me CEO në përgjithësi, ose me founders, ose me ta themeluesit e bizneseve,
tani dhe me këto projektin e tuit për agrobiznesin edhe për turizmin tradicional, bujtinat e tjera, super projekt, by the way. Ajo gjë që sugjeroj tani që po e vëre edhe nga ana praktike është që orën fund ditës reklamën më të mirë, influenceri më i mirë je ti. Do thonë ti që je brenda biznesit. Do të shndërrosh ti një influencer. Je ti ai që duhet të ndikosh në sjelljen e tij që të ndodhi kjo behavioral change që duhet bëj marketingu, edhe ai të doj ty për këtë, që ti i dhe një këshill që ai e ndoqi dhe ai u bë njëri më i mirë, ai bleu produktin tënd apo thjesht i dhe një vlerë të caktuar, i ofrove një mendim, një ide që ky e përqafon, vlerës jot, shikues jot, jo vlerës jot. Ky e përqafoi dhe u bë njëri më i mirë. Ai është një investim që zë vend këtu. Kur ti shndërrohesh në influencer, je ti që duhet të shndërrohesh në influencer. Ti që ke biznesin. E para punës sepse i gjithë kohë duke u shndruar ti në influencer që është ky edhe ky personal brandi, investimi jot që ti bën në kohë dhe në para tek ky të qenurit ti influencer ngelet aty, ngelet ke biznesi jot, ngelet ke ty, e ke ti gjithmonë atë, nuk ikën. Ndërkohë që ti kur harxhon para për të paguar një influencer që ta bëj ai reklamë për ty, ikën ato para. Iku ajo fushata, mbaroi. Dhe koha e këtij ky është koha e këtij lloji marketingu. Duhet i hedhësh prapë naftë, benzinë, serbatore, si ndryshe. Ky është marketingu i tipik i retailit, që ti punon në fushata, që bëhet një fushat dhe harrohet. Përjashto faktet kur ajo fushat ka pasur një koncept, një histori të jashtëzakonshme që mund të jetë bërë pjesë e kulturës përditshme, mund të ketë pas një shprehje, një fjali, diçka që pastaj ka hyrë në përditshmërinë tonë dhe ke përdorur për qyfyre, për gjëra si referencë. Fushatat harrohen që të gjitha, ai lloj marketingu bëhet sot, mbaron. Nuk është më investim. Ndërkohë që në brand, dhe sidomos në brand personal, investimi është gjithmonë aty. Ti e ke të prekshëm, ti e di që çfarë armësh ke. Ndërkohë çfarë buxhetesh mund të përdorësh për të vënë tull mbas tulle për të ngritur atë imazhin tënd. Edhe influenceri është i paparashikueshëm sepse gjatë kohës mund të ndryshojë target audience, ndryshon përmbajtjen që hedh, ndryshon mënyrën e punës me biznese, mund ta ngretë çmimin maksimum, edhe mund të ketë drejt, sepse ka kaluar në etapa të ndryshme të qenit influencer, ka marrë më shumë shikueshmëri, ka më shumë depth, thellësi në marrëdhënie me shikuesit e vet, dhe ti nuk ke kontroll. Pra nuk është e hedh atë fushat, mendon që mbas një viti kur të nduhet prap do shkoj të flas prap, dhe kur shkon prap tek ajo ka ndryshuar çdo gjë. Kur e hedh tek vet, ja ke ti në dorë. Mund të jenë influencerat kështu një tregues edhe për inflacionin, domethënë që kur ti shkon mbas një viti ai ka çmimet. Po ti duhet të ketë edhe të kontratat që ose i bën me disa vite, ka një klauzol se s'bën. Nuk mbyllet as kollaj, është shumë, domethënë është nëse nuk ke potencialin, edhe po edhe sikur ta kesh kapacitetin financiar për marrë një influencer, nëse nuk e bën për të kursyer kohë, sepse në fund ditës nëse do kursesh kohë, gjëja më e mirë që mund të bësh. Bëje mirë, bëje vetë. Si të thot një brand tjetër i famshëm në Shqipëri, që kjo është pjesë. Tani çështja ngelet tek 3.0 e ardhmja. Si do e ndryshoj AI influencerizmin? A do kemi influencer artificial? A flet për po mund të jetë. Tani janë ato shërbimet që ti e skanon veten në thonjë, domethënë bën disa foto të caktuara në pozicionet të kokës, pozicionet të gojës. Edhe pastaj aplikacioni ti vendos tekstin aty dhe aplikacioni nxjerr një video që sikur ti po flet. Do të thotë që këta që kanë bezdi për të dalë në kamera, ose s'kan kohë për të dalë në kamera çdo herë për ta thënë ashtu siç duhet. Atë koha. Po them vetëm për ata që kanë turp. Do e përdor. Ata që s'kan kohë. Do e përdorin se s'bën. Nuk e di se sa, sepse prap duhet merret, domthon
Vetëm nëse ti do atë punë do bëj dikush tjetër, pra ti do e skanosh veten, do e bësh këtë punën dhe pastaj krijimin e atë videos po mendoj. do ta bëj dikush tjetër, se në momentin që ti do e bësh vet, nuk ka kuptim që ti të përdorësh një avatar Është për një bërë tako. thuaç në video në çast zgjat më shumë. Dhe ti do lexosh i teksti Por herë. edhe nuk është nevoja që ta bësh për herë. Pra, çfarë Jo. bëjnë ata se marrin një video tënd në 10 minuta, 15 minuta, ti mundohesh që të lëvizësh duart në mënyra ndryshme, pra gestikulacionin ta kesh brenda asaj videoje dhe ti trajnon modelin e AI-t. Dhe pastaj marrin tracking të fytyrës tënde dhe e vendosin aty duke pasur trupin tënd si pikë referimi. Kupton? Dhe kjo është e mirë kur ti do të rrisësh brand personal. Pra është ajo që the ti, nuk ke nevojë që të investosh tek një influencer, kur mund ta bësh veten tënde. Dhe në këtë mënyrë ti kursen kohën tënde, sepse e bën vetëm një herë trajnimin e AI-t dhe ti pastaj shkon vetëm text to video generation. Dhe e njëjta gjë bëhet me klonimin e zërit, pra ke klonuar zërin tënd, ke klonuar gestikulacionin tënd, ke klonuar fytyrën tënde, dhe në fund pastaj del tash këto modelet e reja që kanë parë te Heijen Synthesia dhe këta me shok, kanë pasur shumë përmirësime në cilësinë e realitetit tek pjesa, sepse lip-sync si ka qenë shumë keq për shkakun. Tani është përmirësuar shumë. Sinteza ka vit 2 vjet që merret me këtë. Ka Po, goxha. këto gjithë kanë këto gjithë kanë shumë që merren, po ke parasysh modelet përmirësohen, ata fusin një rapper si për një modeli tjetër që mund të jetë llama, mund të jetë ke parasysh, edhe thjesht e çojnë, trajnojnë AI në atë mënyrë. Dhe gjitha këto tracking në mënyrë vizuale kanë bërë të mundur këtë gjë që më përpara lip-sync ishte ku e ku. Kupton, do të thënë, po shkon shumë reale. Dhe është, nuk e di, a ndjek Erikson dhe atë Neil Patelin tek podcasti i tyre. Level Up i Eriksus, poti i fundit që dëgjova dje, ishte i bërë me një agent të tillë, AI rapper. Edhe kishte dalë në video, por në qoftë se nuk shikoje mirë atë video, dukesh si ai, identik me gjestet që bënte, me buzët kur fliste, me fytyrën, identik. Mendoj që ajo Vetëm në qoftë se unë isha ndërgjegjshëm dhe dija që ka arritur në këtë pikë dhe e dallova pak një person që sa hyn, mund të jetë, më thënë, target audienca jote që nuk është si puna jonë që gjithmonë shohim çfarë bën AI sot, nesër, pas nesër, për ditë. E hana te kallupin, vlla. Jo, nuk është për ta ngrënë kallup, çështja është për të thjesht për të ndarë atë informacionin çka ke për të dhënë. Por mendoj që shumica duhet ta përdorin më shumë për të krijuar një avatar të vetes që ti nuk e ofron dot në kuptimin argëtues të fjalës, unë jam gjithmonë në këtë aspektin e argëtimit. Domthon tipet entertaining atë shikuesin tënd, djegësin tënd, se sa për shembull nuk ka kuptim. Nuk besoj për shembull që unë jam siç jam i veshur tani dhe kam për të thënë diçka për marketingun edhe do krijoj një avatar timin për të thënë diçka për marketingun. S'ka sa do i mirë që të jetë ky avatar. Okej, nuk ja blen koha që do harxoj për ta krijuar këtë video, duke qenë që mund ta xhiroj në një moment edhe mbaroj në fund ditës, sepse është e bazuar, nëse do të marketingi i bazuar tek vlera ose ke vlera e asaj që ti ofron, nuk do kenë nevojë për AI. Nëse do jetë marketingi i bazuar në argëtim, atëherë po do ketë nevojë për AI, sepse ul kostot fund ditës. Do të atë që ti ke nevojë për shpenzime dhe për kohë, për ta bërë me AI më kollaj. Po gjëra që ti nuk i bën dot në kuptimin, nuk i bën dot fare, sepse sepse në momentin që është diçka që ti mund ta bësh vetë dhe ti e jep AI, ti humbet në konkurrencë. Nëse dikush tjetër ka për ta bërë vetë, ka për të fituar kundër teje. Domethënë këto ofrimin e vlerave, që unë do dalë do flas 30 sekonda vetë. Emocion gjithashtu, nuk është një emocion. Dhe çdo gjë. Po edhe sikur avatarit jeti 100% si unë, do jetë në momentin që njeriu do shikojë do thotë që ky ka me avatar dhe ky tjetri flet vet, unë humbas pikë. Nga do e kuptoja që ky është avatar, besoj që do bëhet me rregullore që duhet të ketë një lloj përshkrimi, duhet të ketë diçka atje që tregon që kjo video është e gjeneruar me AI.
Do të thënë këtë tjetrën. Dhe Po kjo platformat është pak më duket se e kanë. jo, do Meta, të thënë këtë tjetrën, pavarësisht pjesës sa reale do duket, sa emocion të përçoj, sepse ne nuk e dim. Pra, AI gjithmonë përmirësohet dhe ne nuk e dim asnjëherë se si do jetë mas 2 muajsh, 3 muajsh, mas një viti. Por do thoja që nga ana jote, nëse ti do ishe, për shembull, kur japin mësim dhe themi mësoj më shumë vet, është sepse e praktikojmë vet të folurin dhe në një farë mënyrë ja themi dhe vetes dhe mësojmë më shumë gjëra. Dhe është e njëjta gjë kur del në video ose kur del në podcast si ky. Mund të themi që këtë që flasim ne tani, zëra se po ja përsërisim vetes dhe do mësojmë më shumë gjëra. Është ajo dukuria e kur ja jep mësim dikujt, nxën edhe më shumë vet. Dhe nëse do ishte një avatar ku ti vetëm të shkruaje tekstin, nuk besoj se do mësoja shumë gjëra për vete. Po, do ja lecosh, normalisht do ja lecosh vetes, po dhe mund të ndihmoj për volume. Do të thënë do ndihmoj për volume më shumë se sa për të bërë punë. Për të bërë punë, më shumë se sa efikasitet viziv ose ekstra një lloj gjëje vizualisht. Është çështje Shkurtimi i volume. kohës, po unë them që megjithëse kursen kohën humbet Kurse, nga po mund kurse kohën për shembull njohëria që do kishe për mënyrën se si do e shfaqe veten, sepse hequr kjo që do bësh me përmbajtje, ti do duhet që të shkosh në network offline, që mund të jenë panajere, festivale, network ndryshme, dhe do duhet që të flasësh me njerëzit, dhe nëse ke qenë përballë kamerës për një kohë shumë gjatë, bëhesh edhe më i mirë në gestikulacione, në të folur, je më fani, je akullin më mirë, po pra. Kurse këta e kanë dhe nga ana tjetër nëse do jetë një video për shembull, ke një tekst që do 1 minutë, 2 minuta, atëherë po, do ishte super zgjidhje sepse 1 minutë, 2 minuta ti do ta thuash 1 herë, 2 herë, do e shikosh, do e kthesh, ti ke 1 orë, 1 orë e gjysmë se s'bën për këtë video 1 minutë. Dhe 1 orë e gjysmë në jetën e një business owneri, businessmeni, njeriu të përfshirë në aktivitete çfarë lloj gjëje qoftë, janë shumë. 1 orë e gjysmë në ditë. Duket sikur asgjë, po është shumë e shtrenjtë 1 orë e gjysmë në ditë për t'ia dhënë një procesit që mund ta bësh për 20-30 minuta. Dhe mund ta bëj dikush tjetër, dhe kjo është e mirë. Tjetër, normal. E bën dikush tjetër dhe e bën identik me avatarin tënd. Dhe këtë ka bër ky i Klarnës, po, se ky CEO i Klarnës ka dalë në CNBC në shumë kanale tjera dhe po flet për mënyrën se si ai ka bërë avatarin e vet për mesazhe të brendshme në kompaninë e vet. Pra ky e përdor për internal videos, gjëra, edhe sa herë që ka newsletter e gjëra për kompanisë vet, del ky si CEO, pra del ky si autoritet, e thot. Un jam CEO-ja, unë ju them këtë gjë që do bëni ose që po mendojmë, kjo roadmap-i, atë gjithë gjërat po i bën me avatar tani, dhe atë ka thënë ai. Ka përdori Level Labs për zërin, duke se i higjem për diçka të tillë, po ka bërë avatarin e vet. Pra kështu po përdor use case-in. Ky person që është CEO, që nuk ka kohë dhe për të xhiruar formën e vet. Por ne po flasim për marrëdhënien me shikuesin, me si ta bëjmë tjetrin të na besoj. Dhe unë, në thënë, nuk e shoh një të ardhmë metafort që do e zëvendësoj të njëjtin efikasitet që ka kur ti flet përballë kamerës, me çfarë do bëj AI, dhe plus ka për të bërë ty më të mefsht nëse do duhet që të thyesh akullin momentis tjetër që je në një network offline apo njerëz që do të takosh. Në fakt, çdo gjë shkon drejt të bërit njeriu më të mefsht. Teknologjia të kursen disa procese që do ishte më mirë ti bësh vet, po që nuk më thjesht për të kursyer kohën që ti e harxhon për të bërë gjëra të tjera që të bëjnë ty të mefsht. Që do të thotë është mirë për neve, nëse është mirë për neve që neve duhet domethënë kursejmë kohën për të bërë më shumë, domethënë ideja është që kur promovojnë të tilla risi, promovon me idenë që ky shërbimi, kjo platforma të kursen ty kohë që ti të bësh më shumë gjëra që ti do. Dhe gjërat që ti do vetvetiu janë zëvendësuar me gjëra të tjera që ti bën për të kursyer kohë dhe ti e gjithë ditën i ngarkuar
duke bërë gjëra që të kursejnë ty kohë. A Gjithmonë që ma bën këtë 12 të natës ti mua kështu kaq filozofik. mirë se edhe në 6 të mëngjesit në Tiranë. Kështu jemi në 6 mëngjesit në Tiranë. Po më pëlqen shumë ky muhabet i kursimit kohë që të kursem kohë. Po, dhe ne mbushim ditën mbushim ditën me gjëra që na kursejnë kohë. Tashi ne kur do bëjmë influencer? Na ndaj një çik që ta kemi edhe kështu si të sjellë një çik ta kuptojnë pak njerëzit, të japim një trik, jo një trik, po të japim një informacion kështu të vlefshëm. Pa thujet shkretë. Në kuptimin praktik. Shpresoj që neve të bëhemi të famshëm, të pëlcasim në famë. Ja bëjmë bam. Në 100 në famë Shqipëri do të thonë 3 milion veta. Në 180 ditëshin e ardhshëm. Po ti llogarit do të thonë që kemi një nishë shumë të ngushtë, nëse ne flasim për njerëzit që janë marketing, do të thonë i bie që që të llogarisim famën, që të kapim, që na njohin, ta dëgjoj 60%, 50-60% të tregut, qoftë që ne s'kemi as treg praktikisht. E tregu atëherë e kapim shumë shpejt. Por unë kam cak shok të klasës 8 vjeçare si përshëndes që më pas kanë ndjek Arbrin e Nefationin. Filloi jeni njësha, ju maj me mirë se e ne më të gjitha, për s'ka problem. Ma beti edhe. Po do jemi. Beshaka. Arber, one, rofë që në ndishni, ndjehet që ke si vi, pa kupton, kur rofë ndjekin. Ja u bëra, kupton, me afton mikro me 3 veta. Se kanë qenë 8 vjeçare, të njëjtë që ke bërti, të një met janarsat e famshëm. Edhe efikasiteti asaj që ti po bën, mjafton që ti jesh i qëndrueshëm dhe i vazhdueshëm në mënyrë të rregullt dhe për 180 ditë çfarë do lloj accounti që ti ke merr kështu fam, merr momentum, fillon në vizibilitet. 180 ditë është. Mjafton 180 ditë do të postosh. Ka pasur 21 ditë ajo për të formuar një zakon? Po jo, për të formuar një zakon. Kjo flen për platformat. Për shkak që se ti je në Instagram për të filluar që profili jot Instagramit ja u shfaqi edhe profileve që ti nuk janë ndjekës të tu në mas. Janë 180 ditë që ti do të postosh rregullisht. Okay. Ka të bëjë me algoritmin. Po kur them rregullisht në kuptimin që ti do postosh një herë në ditë, do postosh një herë në ditë për ditë, po. Që do postosh një herë në 2 ditë, do postosh një herë në 2 ditë pa humbur asnjë. Asnjë kurb kështu, asnjë lloj, jo kurb, është si thon se frekuencë. Do të postosh në mënyrë frekuente, po në mënyrë të rregullt. Me fjet. Që ta shpjegoj pse ndodh kjo, sepse platformat promovojnë dhe ndihmojnë përdoruesit e rregullt. Dhe sa më i rregullt që ti je ti, sa më i parashikueshëm ti je ti në veprimtarinë tënde të ardhshme, aq më shumë ja lehtëson ti platformës shitjen e hapësirës së platformës tek marketerat. Pra, në qoftë se unë do të di që në 6 mujorin tjetër do kem 100.000 përdorues, që do jenë e vdekme që do i kem ta 100.000 përdorues, sepse këta janë të rregullt, kanë këtë frekuencë, atëherë unë e di ti them biznesit që bën reklam, i them që dëgjoj, unë do kem 100.000 këtë 6 mujor, sepse ja si ka qenë më përpara, që kanë qenë 100.000 të rregullt që kanë bërë këtë, do i kem prap këto 6 muaj edhe kushton kaq lek për ty. Në momentin që unë vi tek ty me shifra që kanë shumë kështu ulje ngritje, a kupton? Edhe vlera ime si platformë bie. Më kupton, kjo është i gjithë Chelsea. Vlera ime si platformë bie nëse un kam ulje ngritje në shikueshmëri, sepse marketeri dhe ai që do paguaj reklamat tek platforma ime nuk e di se sa njerëz do ketë atje. Dhe prandaj vlera ime bie, sepse vlera ime është me pikpyetje. Në momentin që unë i them që vlera ime është kaq sepse unë të garantoj këtë shikueshmëri, atëherë vlera ime rritet. Dhe duke pasur këtë nevojë për të pasur gjëra të garantuara, biznesi, platforma, Instagrami, Facebook, çdo qoftë, promovon dhe ndihmon të rriten njerëzit që janë të rregullt. Kështu që kthehemi tek neve nëse do jemi të rregullt, të postojmë në social media tona
një herë në javë, një herë në ditë, çfarë do lloj frekuencë duash ti për këto. Copuza nga këto që ne po themi, Unë planin e kam një herë të bëj mirë me të folur në përballë kamerës, edhe të kemi atë disiplinën e shpesht. Edhe të kemi një ca epizode kështu më përpara që t'i fusim në momente të jashtëzakonshme. Filluam nga po i themi kështu hapur këto sekretet. Plan për vitin. Po e sigurt që disiplina dhe krijimi i zakonit ndihmon, jo sepse thot algoritmi i Instagramit, po është më thjesht për ty si argjim energjie, sepse e bën natyrë të dytë. Dhe Elsi mas episodit 60 vjen këtu përballë kamerës edhe është komplet kështu në qef. Gjergjo qa flasim pa outline, pa seri, vetëm na thujnë një gjë të bukur që ka ndodhur. Imagjinos, më thënë, reatin maksimale. Se po e përmendaj këtu, po është një podcast ky Bleonit, në Bushi Podcast, nëse ke dëgjuar. Ky që bën podcastin është podcasti 300 400, nuk e di sa ka vajt, me vite, që e di që e bën rregullisht. Ai miku është aq rehat në daljen e podcastit sa e fillonin qizimin kur merr makinën mëngjes, fillon e thot çka ka për të thonë gjatë rrugës, vjen semafor, ishte në trafik, ndalon tek puna e thot erdha un punë, ha mirë pafsh. Okay. Është kështu, niveli ka ca nivele, domethënë që është kështu rehati. Kur ti del, se vret menjen as për show notes, as për outline që përgatisim ne, as për fare. Edhe ndonjëherë funksionon sepse njerëzit mund të kenë me muaj që të ndjekin, dhe se kanë problem fare, nëse ti ke thënë vlerë në mënyrë të rregullt, sikur një episod të jetë vetëm çai ka ndodhur Elsit javën e kaluame, as se vrasin me ne fare. Thjesht nganjëherë edhe zëri i duket si kur i qetëson. Kupton? Sikur vetëm ta dëgjoj çfarë është bërë me këtë person. Edhe un kam ca podcaste të tilla që kanë vite që i ndjek, më sikur vetëm të di çfarë është bërë me filanin. Nuk ka vlerë, është komplet shumë minimale vlera në një epizod. Edhe zëri sikur më vej çik i rehat në gjumë, ose sikur ma bën kështu shpatull, mos u bë me radhë. Si të mbyllim ne këtë epizod tash, se unë mbyllat një zgjat ustër zgjat kjo. Unë mbyllat. Po mund të shojmë edhe 5 epizode ne, po ta lëm për herë tjetër, se çfarë do i flasim për herë tjetër. Do të fillojmë jetën tash normale. Ti do bësh nani. Tash në një fjalë të fundit. Në fjalë të fundit është që gjëja më e mirë që mund të bësh për të ndërtuar një kanal influencer marketing për biznesin tënd është të bësh ti influencer. Pik. Kategorikisht. Bëje mirë, bëje vetë. Larg qoftë. E vetmja gjë që ka. Pse më bëje mirë, bëje vetë. Pse më prishe këto fund. Është edhe me emocion të madh me inat. Ore do e bëj vetë. Ka leset valla, që shfryen ai çik në një gjë. Se me thon drejtën, domethënë jo çdo gjë, domethënë kjo është vetëm gjë që reklama e biznesit tënd mund të jetë e vetmja gjë që në fund të ditës nuk duhet ta delegosh, ti japësh dikujt tjetër që ti ta bëj. Du ta mësosh ta bësh vetë. Është ndryshe për shembull nga makina që do ta çosh për të rregulluar, edhe nga një gjë hidraulike, nga një gjë elektrike që nëse ora jote e punës vlen shumë se ja vlen, më mirë paguaj dikë që ta bëj se ti ke për të nxjerr syt. Kështu që, okay, bëje mirë, bëje vetë. Jo, bëje mirë, bëje vetë, po nuk do të thotë se nuk e ke nevojën të marrësh telefonin Elsin, të bëj të vetën bashk. Po. Branding personale gjitha. E gjen LinkedIn. Ne dhëntër si duash, ose nuse si dali. Hajde miru pafshin gjithë shikuesve, shumë faleminderit për durimin që na keni dëgjuar këtë një orë shoqërek. Jeni të papar, por kthehemi episodin tjetër. Po alem surprizë. Kalofshi mirë edhe leku. Tjetri do jetë bomb.